Tani, si që përmendëm më herë, do t'jemi në lidhje direkte me Suedin, me trajnerin Artur Rustemi dhe futbollistin Mal Kastrati. Përshëndetje për të dy dhe faleminderit që jeni me Radio Dukagjinin. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Trajner, tregon pak ç'është është përvoja me marr pjesë me një turne kaq të madh. Unë u interesova për shembull në sajtin e tyre, ishin 1964 ekipe që marrin pjesë si vjet. Po si eksperiencë është shumë e mirë, do me thonë ka shumë ekipe prej kitë botës, më thonë. Një eksperiencë shumë e mirë edhe për djemë tonë, do me thonë me po nivelin paka shumë edhe të botës, dhe ekipe lojtarëve të Evropës, të gjithë botës, cilësinë e tyre, edhe deri në këto momente këta janë të luajtur shumë mirë, të bjena të kordë rezultate shumë të mira, edhe menoj që mund në më halo ma shumë me jep edhe nështë edhe ma vonë me prejkë diçka edhe ma speciale. Mal, çështu ka do këty në përgjithësi si përvojë? Si përvojë, si eksperiencë, u ka një eksperiencë shumë e mirë, kena kalu mirë, këtë lojtë kena posë me rezultat pozitiv, kena kalu mirë me ekip, po ashtu edhe me profën, që mënëm që tha dhe prova me prejke diçka ma naltë edhe inshallah i mbrina moja në këtë trajner, ka erdhë ideja me vendos me marrë pjesë në Gothia Cup? Po, mas pari ka qenë një interesim, do me thonë, i klubit, me marrë diçka pjesë me një turner pak ma vështor, do me thonë, jo këto turnirat paka shumë që na mësu me majtë ofër rajonit, edhe bashkëpunim bashkë edhe me prindë edhe me klubin, e kena marrë një vendim në këtë turner, që ka qenë një vendim më si duhen edhe shumë i mirë, do me thonë, për vlerësimin e lojtarëve edhe me po dhe këta lojtarë do me thonë çka do me thonë mu konë profesionist, se nesër mas nesër do shta dikush për tëne edhe e mri në nivelin e profesionalizmit edhe paka shumë që këtë turnerë pi pregadit këta edhe pi bën gati, pi au qelë rrugët me po që shtu duhet mu konë futbolli edhe e mira që këta pi kanë kushtet tepër të mira, kushat e mira, gjithë shka turnire të shku perfekt edhe do me tojna shumë të naqen me gjithë shka. Malja, të boni përshtypje hapja për shembull, mu boni përshtypje veshja që kështë vendos me shku me veshje kombëtare në hapje, po atë boni përshtypje dhe atmosfera, pa të shumë njerëz, shumë shikus, kjo atmosfere jashtëzakonshme. Po, më ka bu pak përshtypje, ka posë edhe shumë fansër, ka posë edhe qyteteve tjera që kanë bu prezantime, na kom pak me matë veçantë me veshje tradicionale dhe besoj që mas mirë të na kom në veshje. Trajner, ka ideja me shku me veshje kombëtare? Interesant kjo? Po, shumë interesant, kjo ke ide prindve, do me thonë. Prind ka ndashtë me bo diçka se këtë turnir, do me thonë, po më ishën e prezentu me isi ceremoni, me i mena stadiumet edhe me kalzu diçka disa vlerat kombëtare tua. Në ato e ditë që janë diçka vlerë shumë e madhe kombëtare jona që datë shumë herët. Kam vendosur ata me bo dhe kena lënë shumë përshtypje të mëdha, gjë që vjen me veçu. Faktin që shumë shqiptarë do me thonë ju kena ranë sy që jetojnë këtu edhe janë të orë të na përcjell edhe në lojna në bazë që asoj për atje që e kena bo se kena bo bajagi si buj edhe këtu në Gutenburg do me thonë këtë do me thonë po na njojnë tash përshojnë kush që na do me thonë pe din paka shumë edhe kush Kosova përveç se na të përfatsu dhe klubin si dy korrege na të përfatsu dhe shtetin edhe është një ndjenjë tepër e mirë dhe tepër e veçantë do me thonë për neve ky sen. Male, atë boni përshtypje edhe një element tjetër, sasia e fushave që janë në këtë pjesë për këtë turne, kesh jashtëzakonisht shumë fusha? Po, më ka bu përshtypje, fushat e kanë shumë mira, dy lojtë e fundi kena lu edhe në fushën në Tirolje, kena lu shumë mirë edhe inshallah na mundësohet me lujtë në këtë fusha në këtë lojtë. Trajner, son ndeshje ka zhvillu ekipi deri tash edhe cilat janë rezultatet? Deri tash kena zhvillu 5 lojë. Janë kohë rezultate këtë pozitive do me thonë. Kena shënu shumë gola që tash pas fiks nuk e moj men, do me thonë pas të sërbën të lojës fundit. E fituam lojën 5-0, keni lojë shumë fizike që po me pak me veçu që me këtë ekipe që na të lujt po është lojë shumë fizike, dallim të lojëve që na mësuna. Po vjen shprehje ma shumë teknika jone dhe po na mundson me fitu lojt. Po një sen që kësha po që me veçu është që do me dhonë është një knatësi shumë e madhe për mu si trener dhe këta lojtarë në qëfar fushën të luj, do me dhonë edhe mi po që sa mirë infrastruktura është e zhvillume dhe pja mundësën këtë në edhe më konë do me dhonë me lujt atyën e të në 100%.
Mal, besoj edhe për juve është një farë lloj përvoje me u ballafaqu me ekipe tjera, me futbollistë tjerë, me kundërshtar tjerë. Po do të lojat fizikisht për në më të mira dhe po do të pak edhe na me jep pak më shumë zërë, nuk ja u dina lojën, po do të njerë me mësu lojën, tani me fillu dhe me vazhdu me lojën tonë, deri sot kokëm në ritëm. Po, një element shumë interesant është që këtu ka shumë njerëz që i vëzhgojnë edhe futbollistët potencial, pra është një mundësi shumë e mirë edhe për juve si futbollist. Po, kjo është e vërtet, për shembull, në Suedi më me pas scout ose eksja gjenta, më në me për sjell, më në me nasir në ushtrimin ai sen, më në me dolja shtetit edhe më në me imrimoja. Trajner, që shkon në sistemin gotja kaptash, a do të ketë fazë grupeve, apo që me pas dëgjues pak më të qartë sistemin? Fillim do me thonë është me fazë grupeve, janë 4 ekipe në grup, do me thonë, 2 të parat kualifikohen për tamam për play-off për me fitu turnirin, 2 tjetra vazhdojnë që kanë me vendin e 84 vazhdojnë për me marrë lojë miqësore pak a shumë. Edhe mandej fillon e faza e play-offit, do me thonë sot i kena pas 2 lojë, i kena kualifiku nesër, nëse kena fat i kena 3 lojë, që ka me qenë ngarkesë shumë e madhe. Pi mëngjesi deri mbrëmje i kena pas 3 lojë, edhe mandej na shtunë në gjysmën finalja edhe finalja. Është pak lojë është ngarkesë, po kena me tentu me ballafaqu këtë sen. Sa janë të rëndësishme ato lojë dhe çka na nevojiten 3 fitore apo mund të kalkulojë edhe me rezultate tjera? Jo, tash është eliminim direkt, do me thonë duhet me fitu të gjitha për me u kualifiku. Pra fazën e grupeve kemi kalu? Po, kemi kalu, do me thonë me mjaft lehtësi muna me thonë, po tash prej play-offet tek ne vish po shkojnë të u vështirësu lojët edhe të dalë ekipet më të forta. A dihet kundërshtari i radhës? Për momentin janë tu lujt. Është një ekip i Amerikës edhe një ekip nuk e di cilit vend ke, po brenda orës mund me mësu edhe kundërshtarin e radhës nesër që kena me luajtur. Po, trajner, kur e krahason potencialin e futbollistëve tonë, këtë rast futbollistëve të Korikut me ata që po ballafaqohen deri më tash, cili mund të jetë përfundimi? Po, çish po shihet deri tash, na janë shumë rrugë drejtë edhe tash kanë një vetë besim, po mendoj që ndoshta mundem edhe me marrë ndoshta edhe kupën. Po janë pak fjalë të mëdha ndoshta një herë se po shkojnë lojë vetëm tu vështirësu. Vetëm në esencë që mund na pengu gjatë rrugtimit është ndoshta loja fizike shumë e madhe këtu që po vjen shprehje, po deri tash ti kena mund të menaxhu shumë mirë dhe po shpresoj që lojë tjera mund të menaxhu, domethënë bazë cilësive individuale edhe teknike të lojtarëve tonë. Mal, apo intereson kur po ballafaqoni me ekipe tjera, apo intereson futbollistë, apo keni komunikim me futbollistë tjerë, më interesua ata me ditë prej nga veni? Po, ka interesimi për shembull para lojës në avesin, su ka stoja di keni, pekoj tjeni eksistene në avesin për sulmuste, ka lujnë, në avesin edhe pozita që shvendosin këta. Edhe tani po do të me u shpjegu, me u tregu nga veni. Me u shpjegu, me u tregu edhe më shvon lojë, po do të me lojë të mjënëzë. Trajner, në komunikim me kolegët tuaj, a keni pas dhe tyre ditë? Ka pas komune interesim me ditë nga veni, ose kalon për shtypje loja? Do me thonë, ma çdo ndeshje, veshën urime, shumë ekipe mire dhe ka i tjene, le po të rastin pak ma jetë me një ekip amerikan, veti cili është kryqëteti Kosovës, se këta tash t'i prind që po vinë edhe disa bashkë vendas do me thonë që janë këtu në Gothenburg shqiptarë Kosovës, po vime na për krahë në sto po jehën në Kosova dhe kanë patriotike dhe mandena mas lojës në pyeti cili është kryqëteti Kosovës, nuk e ngjefshin, ani janë shpjegova komplet historinë do me thonë e Kosovës edhe lidhjeve tona që kanë me amerikanë dhe vikën shumë mirë do me thonë. Po, është një prezantim bukur i mirë i shtetit Kosovës këtë turnir të parasysh që ka ekipe për këtë botës, që vishë Evropës, po këtë botës. Ju uroj shumë sukses atje, po besoj që keni forcën edhe talentin për me kalu tutje. Shumë faleminderit, shpresojna edhe na dhe besojmë që kena e buklenar këtë shtetin edhe ekipën. Malja, ke dhënë një gol dhe i tash? Po, një gol e kam lojën e dytë që kum jep, pe faullit edhe një kam dikun 4 asista. 4 asista? Ja, morin e kena me Sushor,
Wow! Kena maljetor kreativ. Wow. Mali pas ka me ra sy shpejt. Po, jo. Grupa është shumë e mirë, është cilësore, edhe shpresojna me vazhdu kështu. Arti dhe Mal, faleminderit shumë për kohën që keni nda për neve. Di që keni angazhime atje, po pata qef pak edhe dëgjus me dëgju përvojën nga atje. Ta më puna shumë faleminderit për ju, vena gjithmonë ofër një tregu që çka keni nevojë dhe çka na duhet. Ure, fitoni trofeun edhe lidhjen e ardhshme e bëjmë si kampion. Kismet, faleminderit shumë. Faleminderit, ciao.